Zoti Cakani, çfarë do të thotë ky skandal që ka dalë tashmë sa i përket SPAK-ut, ku është tentuar që të hakerohet i gjithë sistemi, por është marrë vetëm kanë hyrë më saktë vetëm në 3 emailët e prokurorëve dhe nuk kanë mundur dot që të hyjnë në emailin e kreut të SPAK-ut Altin Dumani. Është një veprim, një diçka që nuk është se kemi dëgjuar për herë të parë në Shqipëri. Kemi parë për këtyre 5 viteve kemi hasur në disa ndërhyrje kibernetike nga persona të cilët akoma sot dhe kësaj dite ne nuk i dim kush janë. Ka filluar kjo historia kerimit, ka filluar në vitin 2020 apo 2021 me nxjerrjen e të dhënave të pagave të gjithë qytetarëve shqiptar, si atyre në sektorit privat dhe atyre sektorit publik. Dhe atëherë u tha që u hakeruan dhe dolën na kanë marrë të dhënat. Por në fakt doli pastaj që kjo ishte një sabotim, mund ta quajmë nga brenda, ku vetë punonjësit aty kishin nxjerrë të dhënat. Pra punonjësit e drejtorisë përgjithshme të atimeve. Pastaj kjo vazhdua më pas me nxjerrjen e të dhënave të targave, të identifikimit të targave të personave që kishin këto makina, dhe kjo vazhdoi me IT, pra me kartat e identitetit, u pasua më pas edhe me sistemin Teams dhe pastaj me atë të policisë së shtetit. Pra, gjithë këto vite kemi parë vetëm hakerime. Por nuk kemi arritur dot t'i verifikojmë dhe nuk dim çfarë dëmesh janë bërë me këto hakerime. Dhe në fund pastaj janë arrestuar, janë marrë në përgjegjësi penale persona të cilët dytësor që nuk kanë patur ndonjë rëndësi në menaxhimin dhe administrimin e këtyre institucioneve. E bëra këtë lidhje për të thënë që edhe në rastin e fundit që janë hakeruar emailet e 3 prokurorëve, kjo nuk është një herezi, sepse hakerimi është një gjë krejt normale, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Janë hakeruar edhe sisteme të bankave ku janë vjedhur edhe lek, dhe në Shqipëri kjo ka ndodhur. Kemi pasur vite më parë edhe arrestime, po deshët ju, për të kësaj natyre të krimit kibernetik, dhe së fundmi të prokuroria. Është normale që dikush që ka interes mundet që kërkon informacion, dhe në këto kohëra sot ku janë pothuajse nën përgjegjësi ose nën hetim shumë zyrtar të lartë të shtetit shqiptar apo ish zyrtar, të cilët kanë interesat e tyre që të kërkojnë dhe të marrin informacione lidhur me çfarë po bëhet me hetime ndaj tyre. Kështu që do përdorin të gjitha format, mënyrat për të siguruar informacion sa më të vlefshëm që nesër të kenë mundësi të fshin provat, të kenë mundësi të mbrohen, kenë mundësi të largohen po deshët ju nga Shqipëria, dhe kështu që kjo është një luftë që ka filluar dhe do jetë në vazhdim. Kështu që nuk është një herezi e madhe që kanë hyrë në sistemin e prokurorisë. Por mua nuk më ngjit fare, po s'më ngjit fare fakti që thohet që kanë marrë dosjet. Absolutisht është e pamundur që të hysh në sistem dhe të marrësh dosjet, sepse dosjet e prokurorëve nuk gjenden në email. Dosjet janë, pashikut e dosjeve janë në për zyrat e prokurorëve, në zyrat e oficerëve të BK-s, dhe padyshim pastaj janë të skanuara dhe gjenden ato në database-et që i disponojnë në kompjutrat që i disponojnë prokurorët, që aty është e pamundur që ti të futesh, ti marrësh, ti vjedhësh apo ti shkarkosh ato. Kështu që për mua, jo për mua, por për gjithë ata që i njohin të pak sa do pak sistemin kompjuterik, është e pamundur që të vjedhësh dosjet. Po, është e mundur që të hysh tek sistemi i emaileve dhe mund ta kontrollosh, po sistemi i emailit, pra si emailet, nuk tregojnë dhe nuk të afrojnë ty që ti të shkarkosh dosje. Sepse emailet janë thjesht për përdorime, për të kërkuar një informacion ose për të dërguar një datë, një kështu, por prokuroria nuk punon me emaile. Informacionet i kërkon fizikisht, i bën me kërkesa me shkrim,
i bërë me letër porosi kur janë për jashtë Shqipërisë, dhe padyshim pastaj për brenda Shqipërisë i kërkon në forma të tjera që janë shqyrja e vendit të ngjarjes, pra sigurimi fizikisht i informacionit dhe jo me emaile. Kështu që nuk më duket bindës fakti që këta thonë ka vjedhur sistemi dhe me anë të vjedhjes e sistemit kanë arritur të administrojnë dosjet. Jo, kjo është e pamundur. Ndërkohë, SPAK ka arrestuar dhe është dhënë masa e sigurisë arrest me burg për 2 persona që në pamje të parë duket sikur nuk kanë lidhje fare me hakerimin. Ju si mendoni, a ka persona të tjerë që qëndrojnë pas këtij sulmi? Shiko, ne dim që janë arrestuar 2 persona, por ne nuk dim çfarë kanë kryer këta, sepse është ndryshe kur arreston 2 persona dhe thua që këta kanë kryer hakerimin, ashtu siç ne janë ngjitëm në fakt të iranianëve që kishin kryer hakerimin në Shqipëri, kishin bërë namin e kështu me radhë, dhe në fund nuk arritëm dot ta kuptonim, dhe unë besoj dhe sot e kësaj dite që nuk kanë qenë iranian, por kanë qenë segmentet caktuara që ka pas interes ta bëjnë ato veprime. Kështu që edhe ky fakt që ata përdorin, pra ky rast dhe që thonë se i kanë vjedhur këta dhe janë ata përgjegjësit, ne do t'ja lëm t'i nështrojnë, ata do i nështrojnë hetimit, ne do të njihemi me fakte dhe me provat, sepse deri tash jemi vetëm me një, si thonë, lajmërim ose një bërje publike nga ana e prokurorisë, por mos harrojmë që ata akoma nuk kanë folur, akoma nuk kanë shprehur deri ku kanë arritur, kush si kanë arritur, nëse kanë qenë këta ata që kanë kryer këtë hakerim dhe për llogaritë të kujt e kanë bërë këtë hakerim. Kështu që ne deri tash kemi vetëm një informacion, kemi informacionin që na ka dhënë prokuroria e posaçme se që këta 2 janë ata hakerusit e sistemit tonë. Kështu që nuk mund të flasim pa patur një hetim, qoftë edhe minimal, që të shikojmë dhe të bindemi që këta janë ata persona të cilët kanë kryer hakerimin. Pra nuk mundet të flasim pa prova. Kur them prova, qofshin këto edhe me 2 prova shkresore që të vërtetohet, pra qyrja që është bërë, sepse padyshim që atyre emaileve, atyre kompjuterave që është ndërhyrë, është bërë një qyrje nga specialistët, pra nga hetimi që ka nisur SPAK-u për këtë çështje, dhe kështu që ta diskutojmë në një moment tjetër, sepse mund ta ludojmë nëse janë këta, nuk janë këta, sa ka qenë ndërhyrja këtyre deri ku kanë arritur dhe kështu me radhë. Prandaj që edhe kjo është për të vlerësuar si një për të marrë me rezervë nga deri sot. Nesër të shikojmë se si do ndryshojnë gjërat. Sipas njoftimit të SPAK-ut theksohet se ndërhyrja ka qenë në emailet e 3 prokurorëve, siç e përmendët edhe ju pak më parë, që kryesisht nuk ruhen dosjet në emaile, por nga ana tjetër gazetarët caktuar kanë theksuar se në këto emaile ose në këtë sulm kibernetik janë marrë edhe dosjet caktuara ose ndoshta edhe informacione mbi dosjet caktuara. Tashmë, si mund të ndahet kjo pjesë? Këtu kemi të bëjmë thjesht me hakerimin e emaileve, apo në këtë rast mund të rrjedhur edhe dosje që SPAK ka në dorë? Shiko, do të ndajmë një gjë. Hyrja në sistem për emailet, kontrolli i emaileve është tjetër gjë dhe shkarkimi i dosjeve është gjithçka tjetër. Asnjë prokuror, asnjë prokuror i kësaj republike, po qoftë edhe kudo, jo në Shqipëri vetëm, nuk i mban hetimet, pra nuk i mban dosjet në email, sepse edhe të duash ti, emaili nuk ta lejon, nuk ta jep mundësinë që ti të skanosh më shumë se 20 faqe.